Në Fakultetin e Shkencave Teknike dhe Natyrore të Universitetit të Vlorës Ismail Qemali u zhvillua gjatë kësaj të njëjteje një takim në kuadër të projektit Erasmus Plus 0C. Të pranishëm kanë qenë partner të këtij projekti nga universitetet e Shqipërisë, Athinës në Greqi, Malit të Zi, Hamburgut në Gjermani dhe Puljas në Itali. E pranishme në takimin në kuadër të këtij projekti edhe rektoria e Universitetit të Vlorës Ismail Qemali, profesori doktore Aurela Saliaj. Një projekt shumë i rëndësishëm është vlerësuar nga koordinatori për palën e Universitetit të Vlorës, profesor Kristofor Lapa. Lapa foli për ecurinë e projektit, aktivitetet dhe kontributet që ka ky projekt në Universitetin e Vlorës, por edhe për qytetin bregdetar. Ne kemi instaluar, nderuar rektore, 3 pajisje shumë të rëndësishme. Njërën në qendrën e kërkimit shkencor që ka të bëjë me monitorimin e mjedisit dhe kemi instaluar në ambientet e universitetit edhe jashtë, edhe në qendër për monitoruar në kohë reale të dhënat e parametrave temperaturës, lagështisë dhe të ndotjes ambientale nga zona rreth që vjen në qytetin e Vlorës. Gjithashtu kemi montuar një simulator në departamentin, në laboratorin e navigacionit dhe kemi për përditësimin e engine room simulator ose situazh të sallës së makinave në laboratorin e inxhinierisë mekanike dhe navale pranë atij departamenti. Gjithashtu kemi përmirësuar 5 lëndë, të cilat në përmbajtjen minimumit deri 20% për të futur të reja që ne bëjmë në të projekt, sepse gjithë rezumea, gjithë përfundimi i projektit është që ne të kemi feedback në vazhdimsinë e saj, dhe gjithashtu kemi propozuar hapjen e 2 kurseve të reja që do jenë gjatë kohës së verës për të realizuar me studentë, jo vetëm me studentët e universitetit, por edhe me pjesëtarë të tjerë që do jenë të potëvërtetare, të anijeve, të ambientit të qytetit, të cilët do t'i ftojmë për të zhvilluar kurse një javore pranë Universitetit Ismail Qemali. Një prej tyre do ketë suportin e drejtorisë përgjithshme në Durrës, sepse është i lidhur me detarinë, në bazë të marrëveshjes IMO, të organizatës ndërkombëtare detarisë, dhe tjetri do ketë bëjmë me Ministrinë e Arsimit, por besoj do ta kalojmë në Senat do ta sjellim në Senat shumë shpejt. Rektoria e Universitetit të Vlorës Ismail Qemali, profesore doktore Aurela Saliaj, theksoi se qëllimi i këtyre projekteve është zhvillimi i kapaciteteve të Universitetit të Vlorës dhe rritja e resurseve për qytetin e Vlorës. Atëherë universiteti jonë është një universitet relativisht i ri. Profesor Kristofori që bëri prezantimin dhe koordinon projektin për palën e Universitetit të Vlorës është i vetmi akademik i cili ka qenë në këtë universitet që nga dita e parë e universitetit deri më sot, kështu që ka gjithë memorien akademike të këtij universiteti dhe ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm nëpërmjet projekteve të tilla për rritjen e kapaciteteve infrastrukturore të universitetit tonë dhe të kapaciteteve për të zgjerimit të ofertës akademike. Ky projekti 0C është shembulli më i shkëlqyer i gjithë kësaj veprimtarie, se si përmirësohen kapacitetet e infrastrukturës së universitetit, se si përditësohet dhe njësohet oferta akademike e Universitetit të Vlorës me ofertën akademike të Bashkimit Evropian, dhe se si ky universitet nxjerr produkte të tilla të cilat do impaktojnë jetën e shëndetshme dhe cilësinë e jetës së komunitetit të Vlorës. Koordinatori i projektit për Universitetin Aleksandër Mojsiu të Durrësit, profesor Osman Metalla, falenderoi rektoren e Universitetit Ismail Qemali, profesori doktore Aurela Saliaj, për bashkëpunimin në këtë projekt të rëndësishëm, por edhe për projektet e tjerë, të cilët janë zhvilluar. Këto projekte kanë bërë që dhe cilësia universitare, oferta akademike të përmirësohet. Sot kurrikulat tona, programet e studimit, laboratoret janë shumë herë më të pajisur për shkak të këtyre projekteve. Dhe unë mendoj që kjo është rruga e duhur që universitetet tona, universitetet shqiptare, Universitetet e Malit të Zi, duhet të vazhdojmë të ecim së bashku për të përmirësuar gjithnjë më shumë cilësinë e ofrimit të arsimit lartë dhe sidomos në shkencat detare. Pasi jemi një vend detar, jemi një vend që kemi një potencial të jashtëzakonshëm në fushën e detarisë dhe pa diskutim që të tilla projekte kanë rritur shumë ofertën, kanë rritur shumë cilësinë, kanë rritur shumë, do thoja, edhe pjesën e kërkimit shkencor dhe i kanë bërë këto programe shumë më atraktive. Ne u falenderojmë shumë për të gjitha kushtet që krijuat dhe për zhvillimin e trajnimit 2 ditor dhe sot dhe nesër kemi takimin e konsorciumit, kështu që shpresojmë që gjithçka pa diskutim do të shkojë mirë me organizimin e shkëlqyer që keni bërë. Ka përshëndetur dhe vlerësuar këtë bashkëpunim edhe koordinatori i projektit Universitetit të Malit të Zi, profesor Danilo Nikolić.
por edhe partner të tjerë me Universitetin e Vlorës Ismail Qemali. Rishikimi dhe modernizimi kurseve për studentët në përputhje me njohuritë dhe aftësitë e nevojshme në industrinë për dekarbonizimin, eficiencën e energjisë dhe optimizimin e logjistikës portuale në sektorin e transportit detar, në institucionet e arsimit të lartë, detare në Shqipëri dhe Mali të Zi, zhvillimi i programeve të reja për trajnimin e profesionistëve në përputhje me njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për industrinë e dekarbonizimit, eficiencën e energjisë dhe optimizimin e logjistikës portuale në qendër të këtij projekti dhe të temave të diskutuara.